Ndërsa kanë përshëndetur miratimin e Këshillit Bashkiak për rregulluarjen e re të vendosjes së busteve monumenteve në qarkun Shkodër, shoqata adhetare Lek Dugaxhini kërkon nga Bashkia e Shkodër që busti i Lek Dugaxhinit të vendoset në një nga sheshet qendrore të qytetit. Ne mbetemi të angazhuar të kërkojmë që Bashkia e Shkodër të bëhet bashkëpunuese në këtë projekt, duke mbështetur dhe realizuar vendosjen e këtij monumentit si një simbol të nderimit, një nga figurat më të rëndësishme të historisë shqiptare. Në këtë kuadër, kërkojmë 1. Mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak të miratohet kërkesa jonë për vendosjen e bustit princit Lek Dugaxhini si një nderim dhe reflektim i vlerave të tij të jashtëzakonshme. 2. Të krijohet një komision i vlerësimit të figurave. 3. Shkodra ka monumente merituese, por është momenti për të nderuar një princ të vërtet të racës aristokrate shqiptare. Lek Dugaxhini është një figurë themelore për kulturën e moralit shqiptar. Prandaj kërkojmë vendosjen e këtij në 4 lokacionet e propozuara si simbol i fuqisë së kodit të tij dhe të trashëgimisë që ka lënë pas. Ne dëshirojmë vendin ku meriton Leka. Ku meriton Leka. Leka është më i pari i trashëgimisë sonë kulturore. Është baba i drejtës tonë zakonore. Nuk mund gjithë monumentet tjera që ka Shkodra, ata janë pionerët e Lekës. Nuk është kërkush. Nuk mund gjejmë asnjë njeri në Shkodër që ka monumente në Shkodër që është para Lek Dugaxhinit. Grupi i nismetarëve të vendosjes së bustit të Lek Dugaxhinit në Shkodër kërkon prej kohësh bashkëpunimin e Bashkisë Shkodër për vendosjen e këtij busti, ndërsa tashmë është hapur drita e shile nga Këshilli Bashkiak për të planifikuar hapësirën ku do vendoset ky bust në territorin e Bashkisë Shkodër.